Për të parë programin me mbroma yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ky emision mundësohet nga Vodafone, Ujë Qafshtama, Konad Albania. Sot do përgatisim një drek shumë speciale për një mikeshën time, sa vite kam që e njoh. 20 vjeçare, besoj, 20, 25, diçka e tillë, pak a shumë. Kam një jetë që e njoh. Misia me të thyen një mit që ekziston për njerëzit e televizionit që nuk mund të jenë kur shok me njëri tjetrin. Unë fakt jam mikeshme të prej shumë vitesh, po jo vetëm atë, kur mendoj, përveç se me të, unë kam krijuar miqësi që kanë zgjatur me vite të tëra në televizion me Alban Dudushin, me Bojken Lakon, me Xhemin, me Eno Popin, me Ledionin gjithashtu, por këtë vajzën që kam sot, vajzën, krua tani është edhe nënë, le të themi e kam patur afër, sidomos në momentet kur unë kam patur dyshime profesionale. Gjithmonë i kam kërkuar një këshill dhe gjithmonë ka dhënë këshillin e duhur. Sot do të gatuaj peshk për të, peshk nga Vlora, se është nga Vlora. Mezi po e pres të vi, nuk di të gatuaj fare, ajo nuk e ka haberin, edhe pse më ka thënë që kohët e fundit ka filluar që të gatuaj, po do ta shohim se në këtë program talenti në gatimi gjithkujt shfaqet qartazi, edhe imi. Gjithashtu, erdhi. Rudina Xhunga. Hajde, mirë se erdhe. Jo, më duke vetë si në film. Ata duket si në film pak. Shumë! Me çak, me kamera. Rudina hyrja. Ja një gjë që s'ke bërë asnjëherë. Super, faleminderit që më morë. Film s'ke bërë? Jo. Po ke dashur të bësh film ndonjëherë? Më duket se po një. Vërtet? Ç'a ndodhi? Asorita. Iko dhe ideja e filmit. O Rudin, mirë se vjen. Unë pak momente më përpara po mendoja sa kohë kemi që njemi ne të dyja. 2002. 2025, 23 vite. 23 vite. Dhe po mendoja se si, në fakt, jo vetëm ne, edhe miqësit të tjerë që unë kam patur në ekran, e kanë thyer këtë paragjykimin që në televizion nuk bëhen miqësi. Ti në fakt televizion ke patur miq plot apo jo? Po. Të gjithë aty ishin. Të gjithë aty, vetëm televizion madje. Se ne vetëm aty rrinim. Aty rrinim. Nga mëngjesi ndar. Po cili është sekreti që një miqësi duhet mbijetojë 2 dekada? A ke menduar ndonjëherë çfarë bën suksesshëm? Në gjatë. Për shembull, ne dyja nuk rrim gjatë. Ne rrim her pas here, ndonjëherë është e vërtetë. Pak nga pak. Është e vërtetë. Mos kujtohet era fundit që ishim bashkë. Jam 1 muaj, 2 muaj, herë kemi 6 muaj pa u takuar, pastaj takohemi pak më shpesh. Për shembull, kaloj nga fëmia parë yti te i tretë. Unë ka qenë pak më shpejt. Mi prap. Domethënë nuk duhet të qëndruar shumë. Jo gjithkohës, jo të gjitha. Jo, gjithmonë. Okej. Megjithatë unë sërta kur me ty kam një kënaqësi shumë të madhe, personale që shpresoj që të transmetoj edhe publikut sot në këtë takim tonë. Do të gatuem bashkë, do flasim bashkë. Një njeri imi shumë i afërt, që është Edi, kur i thash që do kem Rodinën, tha, po inshallah është e lezetshme, sigurisht takon ti ta, se ndoshta nuk do jetë aq e lezetshme tash. E ngurt jam tani. Ngurt jam pak tani, po mbas e marr veten rrugës. Pushim i gotë verë dhe lirohemi. A e mban mend kur ke ardhur te shtëpia ime për aca vitesh? Sa
kisha filluar të gatuaja unë atë kohë, në fakt, se nuk ishte edhe faj kur e mendoj. Edhe s'kisha bërë një që të madhe, po kisha bërë sa gjëra të mira. Edhe mbaroj unë darkën. Jo, provoj 1-2 gjëra kjo. Kishim dhe ca miq të tjerë, edhe mu afruan vesh edhe më tha, shumë të mira, këto ku i ke porositur? Shikon, deri vonë kështu e kam ditë, porosit. Tani kam filluar të kuptoj që njeriu gatun dhe vet. Edhe ti gatun vetë tani apo jo? Tani gatoj vetë, po. Tani, se s'du të filloj të flas gatoj vetë të bësh provë këtu. E di kush është problemi real? Unë gatuaj, po kur për shembull ri drejtani aty përpara meje dhe ri shikon si e ka pasi e preka si e Je në presion edhe jam në presion e bëj keq. Edhe ai se ha dhe po ta bëj mirë. Pse? Nuk e di, duket sikur s'di. Do të thonë nuk arrin të besoj që un kam mësuar. Po ç'a bën ti? Ç'a gatuan ti? Në shtëpi. Tani unë edhe roboti gatu. Okej, po me robota gatum gjithë që. Të gjithë gatojnë kështu? Patjetër. Do që vetëm unë? Jo. Shi. Veç nëse je ndonjë shef pastaj se jo, me robota gatuan njerëz. Jo, kur ikin në Vlorë se marr me vetë robot. Ku ti thua robot ti? Mikserit. Po. Mikserit. Pra një mikser që... Një mikser, me atë, ai punon, unë bëj një punë tjetër, se s'do rritur kohës ta trazoj. Dhe kjo është bezdia e dritanit, që ka iden që duhet të rish aty ta trazosh, dhe ai e trazon, ai për shembull ri vetë gjërat. Por për shembull barbunja kisha për sot. I kishe bërë vetë? S'na solli një pjatë. Se mendova të arsyeshme. Se po mi shanin ata, se s'po më thoshin, më ky është problemi më i madh, që më thon, e bëre këtë keq, e bëre këtë mirë, kjo që më bezdis. Dhe unë i ha vetë gjitha pastaj. I ha vetë. Po, nuk. Deri në fund them, si të doni. Po, Alana edhe se do filloj tani të thotë që vetëm më shan. Nice. Ti peshk e bën ndonjëherë? Peshk bëra në Vlorë me Luc. E bëra thjesht, nuk është e bëra diçka. Edhe sardele në furrë. Jo, me lucën e skuqa. E skuqa se në furrë s'po më vinte mirë, kështu që skuqa. Ndërsa me pure e shoqërova. Unë nuk bëj më kur peshk të skuqur, por nga vaj, por në shtëpinë time peshku është ngërë vetëm i skuqur. Dikur po. Ndoshta fëmirin time. E di kush është problemi, dhe unë që gatuaj tani, mua nuk më vjen në recetat e tua, edhe pse librin aty e kam. Mua më vjen koha kur gatuan dhe gjyshja. Dhe ato më kujtohen. Ajo gatuan dhe peshk të skuqur, madje drejtani ti kisha thënë dikujt që do të jap një peshk për rutinë, shumë mirë, çfarë peshku qefull. Qefull, sa drejtani. Thashun shumë i mirë, sepse ti të kujtohej qefulli, dikur qefulli ishte. Po. Fëmiria na rikthehet dhe çështja ime gatuan të mirë. Gatuan të mirë, po mami? Mami nuk dinte. Nuk dinte? Jo. Mami nuk dinte, ja bënte kështu si gjërat vogla, po kur iku nëna filloi u detyrua, domethënë se gatuaj. Po neve nuk na mësonte dhe na thoshte do keni kod gatuani tani rini lexoni. Okej. Do të thënë ky ka qenë problemi, që unë nuk di. Sepse ti ja ke dedikuar gjithë lexo. Rinin lexo sepse nuk ka nevojë do punosh një ditë më. Po ti çaj thua vajzës tënde? Jo, vajzës tënde bëj një punë. Që unë t'i bëj të gjitha? Madje në mëngjes, Alana ikën, Alana, e zbraza levastoviljen? Ajo thot, po, levastoviljen, Alana. Po ky është brezi që nuk bën asnjë punë apo jo? Nuk bën, po unë mendoj që duhet të ndajmë, nuk kam pse shërbej gjithkohë. Domethënë, ajo e mamit e mirë ishte, po më vjen keq se të vjen keq kur e mendon. Se duhet ti bësh të gjitha aty. Se duhet, se unë nuk kam njëri që më bën punë për ditë. Po kanë dikoj që më ndihmon. Në shtëpinë tuaj tani që po mendoj, mami nuk gatuante, kush gatuante? Ishte nëna. Nëna i bënte të gjitha. Nëna bënte çdo gjë. Nëna kishte vetëm këtë pyetje, mbasi mbaron nëse ngrëni, ç'do am nesër. Okej. Kjo është pyetje shumë e rëndësishme. Po e bëj dhe unë tani. E bën dhe ti. Sa po mbarojmë së ngrëni, unë them ç'do ham nesër dhe këta dy më shikojnë kështu. Po ti gatimin e ke terapi apo e ke stres? E ke terapi, sepse gatimi është terapi. Mua pëlqen shumë momenti që bëj këtë gjë që po bën ti, që unë e bëj keq. Shiko, duhet të ta thonë që ti po e bën mirë sa mirë. Unë kam nevojë të ma thonë. Ndoshta dritani nuk s'ka ndihmuar në këtë. Jo, sa ai e bën më mirë, pasin dyshim. E bën mirë kur e bën, edhe plus që ai është mësuar me nënën e vet, i pëlqen gatimi nënës së tij. I pëlqen ajo mënyrë gjëje. Dhe pëlqen me yndyrna, me të gjitha këto gjërat e asaj epoke, të cilat unë nuk i pëlqej, dhe unë po të vi në shtëpi ndonjë gjë tani që tip gjalpi e kështu, ose jo këto biskotat, unë i hedh. Më thënë, ose i fal, i hedh, nuk më asgjë më. Bëre me fiksime. Vërtet? Nuk dua asgjë në shtëpi që s'është e shëndetshme dhe kjo, thonë tani, kur ndryshove kaq shpejt. Se ky ndryshim ka ardhur këto 2 vjet, nuk kam qenë kështu.
A këto 2 vjet i ke zgjedhur të hash shëndetshëm, vetëm shëndetshëm. Vetëm shëndetshëm. Gjërat pa procesuara. Po, nuk i fus fare. Domethënë Dritani thotë që kur kemi ndonjë debat, thotë po detyrohemi po ham shehur azi. Se nga që nuk na la. Po verë pini besoj verë. Apo jo? Pim, unë më shumë. Dhe që s'ka si vera. Shumë e mirë. Edhe kjo që ka shumë e mirë. E mirë, Tani, me çfarë do më ndihmosh? Do më kriposësh peshkun një herë, ja ku e ke Me duar kripën. me doreza, si ta bëj? Me duar ordinar. Të mbaj me duar tërë. Ja. Ska që Ja, fillova. s'ka faj Dritani. Po nuk ka faj Dritani, me Dritani nuk ka faj, nuk ka faj. Kur ta kripos ka brenda apo nga jashtë? Zemër, je sigur që ke gatuar ndonjëherë? Gjërat vogla. Nga brenda dhe nga jashtë. Edhe kokën do ta ham, se unë kam qef kokën. E heqë në fillim. E heq kokën e peshkut, më të mire? E di, po sa. Më e mira, është koka e peshkut është më e mira. Do ta kriposësh të gjitha. Është më koka e peshkut për syrin. Për syrin edhe faqet, edhe është pjesa më e lëngshme e peshkut, si të them, më e ndryshme. Po, na ha, shkëtu da. Okej, atëre, të lutem mund të më kontrollosh ndërkohë. Do të kontrolloj. Ja, tipike e njeriu që ka nevojë për vetbesim, negativ, kuptohet. Negativ. Atëre. Se kështu ti vetbesimin e Po kush ti piper moj? Po prap, këta solla dhe kripën. Kripa. Rudina jam kripa. Dgjoj, vetëm mos më përdit. Kush më gjet? Gatuaj. Të vazhdosh, nuk i ke hedhur, të vazhdosh patjetër. Po mirë, mos e cili jetë në fund sa doj. Jo. Peshku do ta marrë kripën që në fillim. Ah, okay, në rregull. Ja, mirë, në do të rregull. them sa gjëra ta ngre këtë gjë. Tani, me këtë rast unë edhe po ta mësoj ty se nuk pas ka atëherë. Do ta kriposim peshkun. Di ka shumë, thash me robot. Ti fillove Për tash robot mikserin për të miksuar gjërat, po jo, atëherë. Mirë, po jo. Peshku kriposet kështu. Në të gjitha anët, do ta hapim edhe këtu, brenda te barku, në të dy anët. Mirë, edhe nga ana tjetër. Ja. Nëse kam. Ashtu. Tani piper nëse ti ke qef. Unë se kam qef piperin shumë. Se ke qef piperin? Jo shumë. Pse? Po më duket sikur ja heq shijen gjërave. Okej. Po kur njoha me Dritanin, i the që unë nuk di të gatuaj? Apo nuk mor vesh me një. Kuptuar shumë. Ti sot paga shumë. Nuk të lë shumë kohë, nuk ka arritur të gjetë një gjatë. Dhe madje ai gatuante, ai po. Ai gatuan. Atëre po. Entuziazmonte. Jo, më fare, pastaj la. Nuk gatuan tani? Kaloj. Mos e gatuan. Nuk gatuan fare. Vetëm bukë po ndonjëherë. Pastaj po i the, që po i the një ingredient. Po mirë, buka është e vështirë. Po buka shumë e vështirë, po e bën shumë mirë. E bën shumë mirë. Po jo, ai është njëri që e pëlqen gatimin e shijon. Edhe ushqimin. Po një gatim, si më thënë, se unë filloj jo piperi, jo kjo, jo spesidia, jo duhet, kjo, jo perime, unë të lodh kokën me pak, ja. Ani një pyetje që po se bëra do të shpëndëm. Çfarë peshku është? Ky është Mos thua që jena vlura të paktën. Dëgjoj, nga vlura po e gatrova tha mos është kocë për shembull. Është levrek. Ku dallohet? Koca është më e gjerë. Koca është më e gjerë. Më e gjerë, po jo, më mirë më e gjerë është dhe kjo. Jo, s'është koca është më e gjerë dhe më e shkurtër. Ky është jeger. Ky është jeger, po. Po peshku jeger do të bëj. Po peshku në Shiko, në Vlorë nuk hanin peshk kur isha unë e vogël, hanin shumë pak, futa deti si njëpte njëri, gjëra ka pak. As në Vlorë, do me thënë jo vetëm atje ku ishim neve. Jo, në Vlorë, qefëm më kaq, peshku, tani më thonë peshk kanali, më pëlqen se kujton po mirin. Shiko, atje kanë qenë gjithë të varfër, po familja të ka qenë shumë e varfër, apo? Jo, si ishin shumë të varfër. Dhe më thënë, gjë që më bjerë me qesh gjithmonë është, kur fisja me nënën, vija nga shkolla edhe na mësonin për kohën e zogut sa vuan njerëzit dhe unë vija kështu e përqafoj nëna thosha unë sa keni vuajtur kur thoshte ajo në kohën e zogut atëherë hante qeni petulla ota edhe babi çaj thua gocës moj ç'i thua gocës hante qeni petulla atëherë hante qeni petulla ç'e shpreh kështu që ata nuk ishin edhe plus unë isha goca vetme deri vonë dhe edhe sikur të ishin çdo gjë ishte për mua. A shkon shpesh në Vlorë, Rudina? Tani shkoj shumë shpesh. Shkoj çdo javë. Si duket? Po Vlora po ka një ndryshim shumë madh. Shiko, unë jetoj në oazin tim. Po të zbres nga oazi dhe unë filloj e mërzitem. Do ankohesh. Do ankohem. Për shembull, zbrita, isha vetëm dje dhe më duhet merja bukë edhe zbrita. Ajo goca që do m'jepte bukën e kapi kështu. Thashë, mos e kap me doreza bukën. Se ku ke pati ta me doreza? I thash, më fal, po
ti do kapësh lekë tani. O goce, po do mere, po do lëre, tha. Të tha ty? Po, i thashë, më fal. Me të vërtet e ke ti? Po, tha, po do mere, i tha se po të bëj që të mos marrësh në asnjë vend tjetër bukë. Seriozisht? Po, dhe unë, mendova një kjo është lidhur në një kriminal ku dëgjoj, po pastaj unë nxeha. Thashë, moj ti, e di ku fram unë? Kushdo qofsh po hikmi, tha. I thash, më fal, po unë gazetare, moj, unë e nxjerr këtë rast, është jo për vete, po unë e nxjerr për njerëzit që s'duhet të vinë më të marrin këtu. Ashtu gazetare, po thuj shtetit ta që unë s'mund vazhdoj me 350.000 lekë. Thash, unë jenë të rëziti, po shkori në shpimi, po nuk mund të flasësh me këtë gjuhë. E nxerr si qisha, më jep numër pronari, unë jam grua pronari, theu, ika. Ika, më suret 100. Unë atë qenin e ushqeja, maksi unë, ai së njohë fare që isha nervozuar, gjitëm lartë tash, unë nuk s'vërës nga balkoni, unë do për i plash këtu, nuk kam nërmën fare të zje me asë njëri se mu prish dita. Dhe gjo, po, do më thënë, nuk është se ka ndryshuar vlonjatët, se... Vlonjatët nuk ndryshojnë kur. Janë njerëz të pandryshueshëm, shumë mirë bëjnë, se pa ata s'ka lezet qyteti, po problemi është që nuk janë gati për atë bumin e madh të turizmit, sepse ata rinë, pastaj të kthehen, dale ose s'do të shërbej ty unë që ditën. Kështu që nuk janë gati për shërbyer. Nuk janë gati për shërbyer. Se kjo punë do durim të madh, do t'i durosh të gjithë edhe ata që kanë idera kështu. Megjithatë, ti je ndër të parat që ke promovuar turizmin këtu. Më shumë nga të gjithë të tjerët, realisht. Kam parë që vazhdon edhe Edhe kursishte. Ma nën ku shkuam atëherë, atë s'kisha asgjë kur vajte për. Po, si se mbaj mend. Por tani kanë filluar ta bëjnë të gjithë ka pak. Po, sepse është trendi, është si kuzhina. Është si kuzhina. Janë të req, ka shikus. Domethënë është fakti i të bërit turizëm. Po, a mund të bëjnë të gjithë? Gazetari, turizmi, mund ta bëjnë. A mendon se e bëjnë mirë, a mendon se duke mos ditur tani shikuesi çfarë është reklam dhe çfarë jo, nuk po kupton se ku duhet shkojë realisht. Kjo është e vërtet. Kjo është çik problem sepse të gjitha thuhet bukur dhe ai shkon, po le të shkoj fundit. Në fund të fundit, po nuk shkuan njerëzit në këto vende nuk bëhen. Mua këtë më kanë thënë dikur kur vetëm përmet. Po flasim për 2014. Po shumë brokoli se ti ishe super healthy. Po, kështu, vetur dalë që gënjej edhe për këtë. Mirë për kuzhinë. Dhe shkoj në përmet. E përmeti kështu, e përmeti ashtu e. Vite më pas më thot kryetari e bashkisë të përmetit, unë për të gjëra aty thash, por kjo gënjen kjo. Ajo është unë jam mësuese atëherë tha, dhe të gjëja ato Orudina për këtë qytetin tim po fleti. Po flet, po. Dhe ti po flisje për qytetin tim, por jo kur unë isha mësuese, apo kur unë bëra kryetare bashkie, sa ajo erdhi, ajo ndodhi. Kështu më normale, si të ndodh, të njerëzit do i shikonin të gjitha dhe do vinin edhe këtu një ditë, do bëj rruga, këta njerëz që janë jashtëzakonshëm, po jemi kpritës, do të vinë. Gjëja e vetme që e mbush një vend, nuk është luksi, mendoj unë. Është mikpritja. Po u ndjen mirë, ata do vinë patjetër. Është shumë e rëndësishme të dish ti presësh. Domthon shtëpi, fasada, kulla. Shumë kolegë këtu merren me turizmin dhe çfarë mendon për mënyrën se si po e paraqisin se dua tani të flasim, nuk më pëlqen të flas me emra, po për shembull Fevziu është shumë i pranishëm, është kudo. E ka over, e ka super ngarkuar. Po ai ka këtë problemin që sa bukur edhe koka. Domethënë kjo është një çik, mbas ta bëja edhe unë, po unë duhet të grimohem, prandaj s'dal tërkohës, mbase. Po. Fevziu është ai që e mban gjithë tregun edhe për shembull, unë, shiko se njerëzit nuk i dinë shumë gjëra. Kur bëhet fjalë për libra, po edhe për restorante të mira, po edhe për vende të veçanta, të kam pyetur gjithmonë. Ti je shumë edhe e saktë në gjërat që përshkruan, që ti thua, shiko, mos prit luks, mos prit më shumë se 4 tavolina, mos prit që të bëjnë kush e di se çfarë, se gjithsesi aty ushqim fshati është. Pra, të përgatit, ti ul pa prishmëri, për atë që të pret. Dakord, për ty, në kuptimin për njerëzit që flasin, ndërsa për ekranin i ris prishmëritë e njerëzve, nuk i ul, sepse unë dua të shkojnë njerëz qoftë edhe duke se tani nuk është një zhgënjim i madh se vajten linë për shembull dhe s'të pëlqeu shumë. Po punë e madhe. Po i bëre vetes një të mirë, pe linin, ke pa një mrekulli. Një nga vendbanimet më të vjetra të botës. Punë e madhe se harxove 20.000 lekë, domethënë. Ktheu në Tiranë, edhe pa kënaqur. E di, po njerëzit këtu në Shqipëri nuk kënaqen kollaj, nuk kënaqen më pak. Kënaqen me shumë. Me çfarë? Me ushqimin? Me ushqimin. Apo tani drejt që e mori se s'po jetojmë për ushqim vetëm, se po bëhemi kështu, se sa herë që e bëj këtë debat në shtëpi që po
Ishe këtë ishe ato, jo është të gjithë, njerëzit duan ushqim të mirë. Po duan ushqim të mirë bëjnë, po ajo që vëre unë dhe nuk e di sa ke vënë re ti është që karshi kompanive shqiptare, karshi restoranteve shqiptare, karshi produkteve shqiptare janë shumë mosbesues. Shumë më tepër se karshi, unë reklamoj për shumë dhe kompanit huaj dhe kompanit shqiptare, dhe nda kompanive shqiptare ka një mosbesim të frikshëm. Duhet bim të akord për diçka. Jo për sa mirë janë kompanitë shqiptare, po për nivelin e marketingut që bëjnë kompanitë shqiptare. Ato nuk e quajnë zë të rëndësishëm. Kompanitë e huaja e kanë një prej zërave më të rëndësishëm marketingun, e kanë shumë vjeçar, e kanë të hershëm dhe ti futesh si pjesë e gatshme në një vend. Nëse kompanitë shqiptare thonë kam mirë, unë normal që kam mirë, hajde po deshe provoja, po tale tani. Është pak mentaliteti i asaj vajzës që shiste buk që po deshe mos e merr fare. Të bëj të mos marrësh asë. Si ne që ikin, janë minus për ty të ti të mbyllesh një ditë. Prandaj marketingu është nga gjërat më të rëndësishme, zgjedh njerëzit që se unë shikoj edhe në zgjedhjen e njerëzve bëhet gabim. Nëse ti je në ushqim, të duhet njerëz që të krijojnë besueshmëri, jo thjesht këmbë bukura. Nuk di si ta them, po ka një ngatres në këtë histori. Do rregullohet, do rregullohet. Tani, edhe pak vajulliri në fund. Dhe këtë do ta pjekim në 200 gradë. Më kjo 200 gradë, e ti që unë mendoj që kur më thonë 200, unë e vë 220, më duke se e kam për sobat e tyre, tham. 200 gradë. Peshku në fakt, do 500 gramët e para, 500, kur është një peshk 1 kg, që ta shpjegoj, se ma kanë mësuar para shumë kohësh dhe më funksionon gjithmonë për pjekjen e peshkut. 20 minuta për 500 gramët e para. Pastaj, për çdo 100 gram, 5 minuta. Tani e kemi gati ta fusim në furrë me 200 gradë, siç tham. Okej. Ça mrekullie, ha? Ça ylberi. Nuk të ja bëj fëmijëve shpesh, si përfundim hanë vetëm patatë. Okej. Ja, për 45 minuta e kemi gati. Mirë mbrëma yje. Orudin, çfarë ndjesie të krijon të jesh në një ambient me kaq shumë kamera, me kaq shumë staf, me kaq shumë njerëz të cilët prodhojnë sot kur të gjithë kërkojnë që të bëjnë gjëra sa më të thjeshta, me një telefon. Edhe ti përfshir. Thjesht fare. Pse? Ti dukesh sikur ke krijuar televizorin tënd, je investuar. Televizioni është, po patjetër me kamera robotike, me regji all inclusive. Në çdo gjë është nga pak me shumë kujdes. Jo, kjo që ti prodhon është shumë bukur. Domethënë, atje ke një pishin, zhurma, peshku që bëhet, dritat, kështu sikur janë intervistë BBC-a, super prodhim, bravo. Super. Dhe ndjesia, sepse duhet që të tjetri ta ndjej, të ndjehet mirë. Unë për shembull ndihem shumë mirë. Duket vetë sikur jam pjesë e një filmi, ndihem shumë mirë. Domethënë je ti që unë të njoh, bashkëgatuam, pasi do ham, po janë kaq shumë njerëz përreth dhe këtë sikur ta silli edhe këtë do më pëlqente, është shumë e bukur, sepse këtu është mrekullia pas. Shumë e bukur. Ti s'ke qenë asnjëherë pas, apo ke qenë pas ndonjëherë ti në punën tënde? Ti ke qenë gjithmonë në kamera? Gjithmonë kamera, nuk e njoh këtë pjesën pas. Dhe më ka krijuar probleme më pas, se unë nuk e njoh, nuk e di dikush tjetër i bënte të gjitha, në top për shembull. Ishin njerëz të tjerë që e mbulonin të gjithën. Unë isha këtu dhe mendoja që 1, 2, 3 fillo gati live. Mbaroj. Dhe është e thjeshtë. Ja, shumë e vështirë. Më thënë është një vujtje jashtëzakonshme. Tani mendoj që si bëhej, po është ajo kohë të përgatit, pas një dyshim, ajo kohë na ka përgatitur. Më thënë Top Channel ishte televizioni i ri në Shqipëri, ne u përgatitëm atje dhe kjo që bëj tani menaxherën, gjej rrogat vet, paguaj taksat. Po. Të gjitha vet. Do të bëj çdo gjë vet, plus që duhet gjej dhe në fund fare të gjej dhe personazhe të duhur që të bëj klikimet e duhura, po dhe ta pëlqej unë. Po. Që ta pëlqesh, duhet ta pëlqesh ti patjetër? Duhet ta pëlqej, nuk ka ri dot të bëj vetëm për klikime. Kam çik problem këtë gjë. Nuk do ta bëj? Pra nëse unë do isha një personazh shumë interesant që të bëja shumë klikime, po s'më ke qef, nuk do merrje? Nuk kam kimi, nuk ka dal dot, nuk do të bisedoj dot me ty. Domethënë ti s'do bësh klikime. Edhe po ishe klikushëm, po fole me mua që s'të pëlqej. Unë duhet të pëlqej, dua të pëlqej njerëzit. Dhe prandaj mundohem të gjej njerëz të cilët janë të njohur, po të pa njohur për ne. I sjell në këtë botë. Atëherë nuk bën dot biznes. Ja.
thellë, unë kam qenë duke u përgatitur për momentin që do bëja diçka timen, po nuk dija ku do e bëja sepse nuk mund të bëja në televizion, ishte pamundur. Dhe kur doli YouTube-i, edhe pse në kohën që unë nisa YouTube-in, gjithë më thoshin po ti do këndosh, se në YouTube vetëm këngë kishte. Unë thosha do bëj emisione, nuk ja shpjegoja dot. Vërtet je shfaqur si një zonjë hekurt në program, se normalisht marrëdhënie me burra edhe duaj. Po, kështu duhet isha. Ama kishe shumë feminile, ja akoma, po kishe shumë feminile gjithsesi Se kuptoja këtë gjë. Jo, fare. Pse erdhi vonë Dritani në jetën tënde? Kur e mendon sot? Dhe a bëri mirë që erdhi vonë? Po, bëri mirë që erdhi vonë, sepse ndryshe unë s'do bëja aq shumë emisione, s'do kisha aq shumë. S'do kisha? Për të shijuar emisionet që unë shijova. Shiko, unë nuk kam bërë emisione studio, do të thënë, unë tani me fëmijë, do ishte shumë e vështirë për mua të mund të jo thjesht udhëtosh, se unë kam udhëtuar prap. Po të bësh gjëra nga ato që njerëzit thonë, si mund t'i bësh këtë gjëra? Përse i bën njerë? Shkrimtarët, cilët më kanë ridimensionuar mua si njeri, ishte një punë e jashtëzakonshme. Po ti e beson apo jo që unë i bëja me lekë që gjëja vet? Në atë kohë, askush s'gjente lek vet, dhe po të gjente do merrte në një shtëpi, do vetëm të shkonte nëpër botë të intervistonte. Kam qesh një herë kur erdhi një personazh i njohur, një shkrimtar i njohur, i kërkoi në top që t'i bënte ajo këto emisione, sepse unë i bëj më mirë, jam shkrimtare, jam e njohur, jetoj jashtë. Patjetër i thonë. Elvira, po, e përshëndes. Dhe i thanë patjetër po me lekët tua. Ajo u habit. Dhe kështu habiteshin shumë njerëz që si me lekët e veta, se kuptoj. Kërkon që të shkoj, t'i prishi me stafet të mëdha, duke intervistuar njerëz se cilët zbukuruan jetën e shumë tjerëve, që i shikonin, që i shijon. Topi pastaj televizioni, nga vizionit e 24 ke bërë sa lëvizje, pastaj deri kur ti vendose që të hapësh kanalin tënd në YouTube, të cilin e hape nga fakti që nuk u gjende mirë në asnjë televizion, nga fakti që kishte ardhur koha që të kishe një gjë tënde, domethënë pse u mor vendimi? Erdhi rastësisht. Si fillim ishte podcasti. Unë isha në Londër, unë shkoj shpesh në Londër se kam motrën dhe gjithmonë aty ka një gjë që ti të mëson. Në një prej këtyre trajnimeve që kishte motra ime, më mori me vete, unë gjova podcastin. Çfarë është podcasti? Me zë me figurë, se s'po e kuptoja. Podcast, po tash do bëj një podcast. Dhe bëra një gjë që s'ishte tamam podcast, po kështu e nisa duke thënë fjalën podcast. Gjithsesi, unë kam pas këtë problem që vazhdoja jetoja sikur isha ke topi dhe çfarë lekësh kisha dhe s'kisha i harxoja aty në këtë. Kjo ishte pak e vështirë, domethënë për të rregulluar biznesin me klikimet. Domethënë podcast, por në atë kohë ishte sponsor dhe nuk pata nevojë të mendoja për parat. Po sot si a del rutin? E kam shumë të vështirë, por kam fatin e madh që duke krijuar një portret në vite, njerëzit më besojnë. Më besojnë ata që dalin dhe krijojnë klikimet. Më besojnë ata që më dërgojnë pak para, po pak më shumë në fund në PayPal. Dhe kjo është një gjë fantastike. Unë e pashte The Guardian, se si mund të kërkoje para, se më vitë në turp, të kërkoj njerëzve, ti po më shikon të kërkoj para, e bëra dhe ata po, e bëjnë. Të dërgojnë para. Shqiptarët e diasporës më shumë? Shqiptarët e diasporës. Dhe aty kur 2-3 herë unë ndjesha falenderuese dhe thosha emrin, lutem, nuk ka nevojë, nuk e bëjmë për emrin. E bëjmë se më pëlqeu ky emision. E bëjmë se pëlqeu. Sa vita ke staf? Jemi një staf i vogël brenda, shumë i vogël, por kryesisht punoj me njerëz që janë jashtë. Vajzat e mia të vogla në dritare, tani janë bërë mami, janë martuar, janë jashtë dhe punojnë përsëri për dritare, për fat. Kjo është gjë e mirë. A fiton ti para sot nga dritare, televizion? Patjetër, fitoj, ndryshe do e kisha mbyllur. Do e kisha mbyllur. Patjetër, po. Nuk fitoj shumë para të cilat mund të më mundsonin të zbardhohesha, po mirë bëjnë, se mbase mund të bëj gabime po të rritem. Por fitoj aq para që unë të qëndroj, që njerëz të tjerë të rriten bashkë me mua, të bëhen nëna, të marrin kredi, të marrin shtëpi. Ne jemi një staf njerëzish që e shohim njëri tjetrin në sy dhe mundohemi t'ia dalim bashkë. Ata që të shohin, të ndjekin sot dhe nuk e din nëse duhet të gjejnë një punë në televizion, nëse duhet të hapin kanalin e tyre në YouTube, të hapin podcastin e tyre, cila do ishte këshilla jote për një personazh të ndërtuar dhe një të ri? Se besoj ka dallim. Po, patjetër. Për personazhet të ndërtuar, ata e din vetë, secili ka po bërë rrugën e vet, për fat madh YouTube-i është një ka rregullat e veta, disa rregulla të cilat befas je mbretëreshtën të nesmen je hi, je askush, je i zhdukur. Rregulla me cilat do mësohemi.
Kështu që për personazhet e ndërtuar ata e di se cili vet. Për të rinj do I thosha mos bëni gabim patjetër të krijoni hapësirën tuaj, sepse tashmë ka hapësira të cilave ti mund t'i bashkohesh. Do të thënë përfito, hajde ndajmë bashk pagesën për këtë ndriçimin. Dhe jo secili me dritën e vetet të keqe. Pra po thua hajde të funksionojmë si televizionet. Okej, mbas e kam gabim, po unë kështu mendoj, që është më mirë që televizioni ka vije editoriale, ndërsa këtu jo, secili bën gjën e vet. Unë për shembull e bëj këtë ftesë, për të rinj edhe jo për të rinj. Po ti I lë të lirë që në hapësirat e tyre të Absolutisht. Unë kam është dikush për shembull, jo është Landi është një gazetari I njohur, është aty dhe merr njerëz të cilët mua më kanë sharë. Më shajnë akoma. Dhe ata dalin dhe unë kam asnjë problem. Dhe Landi thotë, është problem për ty kjo fare, absolutisht. Absolutisht. Madje mund të vjet më shaj prap, nëse do të bëj klikim. Nëse bëj klikim të më shaj gjithë ditën. Bëj shaka, po jo, nuk ka. Nuk mund të bëjnë televizionin nga e para. Televizioni mbaroi. Si të duken televizionet sot? Sapo e thash, mbaroi. Mbaroi, kanë mbaruar. Po. Për ty. Po. Televizioni kushton shumë dhe që ti të mbash një emision duhet reklama, por reklama nuk ka pse të ketë, sepse reklamat shpërndahen tani janë influencerat shumë të rëndësishëm, cilët bëjnë më shumë para se sa televizioni. Kështu që televizioni të mbijetojë, drejtuesit e emisioneve duhen të mbajnë emisionet e tyre, të mbajnë rogat, asistentët me lek. Është e vështirë, e drejtë. Ky është modeli I ri, ky nuk ka qenë. Apo ka degradus. Po degradon. Mendoj që ka qenë, disa njerëz e bënin për lekët e tyre, domethënë tani duhet për lekët e emisionit. Është shumë I madh televizioni dhe I panevojshëm në kuptimin e gjërave të vogla të njerëzve, dhe nuk po them që është YouTube-i, sepse mbas YouTube-it mund dalë diçka tjetër. Për shembull, a dinim ne që çeti do zëmsonte njerëz për herë të parë, unë jam ndjer shumë keq që e kam bërë, por kam hequr njerëz sepse çeti ishte nxjerrë më lirë. Një program është 20.000 lekë, ndërsa personi do të merrte mbi 300. Përse duhet ta bëja? Dhe kjo ishte e rëndë për mua, sepse po I hapja derën dhe dritaren edhe fundit ton një ditë. Po. Do na zvendësoj mendon? Si fillim do na shoqërojnë. Pastaj nuk e di kur të vi dita e zvendësimit. Po si fillim ata do na shoqërojnë edhe ne duhet ta pranojmë shoqërinë e tyre. Kjo na bën mirë. Ti e lidhur shumë me teknologjinë dhe Alana është po ashtu e lidhur shumë me teknologjinë. Keni ju këtë luftën siç e kemi ne në familjen tonë të iPadit, Robloxit edhe të komunikimeve? E kemi, po unë mundon ta shoh te vetja, nëse unë jam tërkohës në celular, pse ajo duhet lexoj libër? Unë është ke unë problemi, kështu që unë marr libër dhe ajo Befas ka një libër. Por Befas shoh që ajo ka të njëjtin libër gjithkohës. Dhe them në fakt nuk mbaroi ky libri, jo, është seria 2. Mua po më thuaj them. Alana I thash, lexo këtë. Ç'është kjo tha? Sikur të isha djalit thash. Pak kështu. Ç'a thoma? Ç'an këto libra? I thashun këto libra do të tregojnë për një gjë që s'ka ndryshuar, edhe pse ajo është bërë shumë vite përpara. Por I të kështu e çuditur, kur e flasun I duket e lezetshme, por pastaj nuk është se. Megjithatë, mendoj që me shembuj mund t'ja dalim. Nëse ajo më shef mua që lexoj për shembull, po lexoj shumë fort të kohë, sepse ishte edhe Lea, ishte edhe Ledia, ishte edhe Kissinger, ishin shumë libra që po më rëmbyen edhe e pash edhe ajo mbante një libër përpara. Pra jemi ne thua. Jemi ne shembulli që përcjellim. Tani ajo e di sa ori unë në celular sepse I del. E kontrollon, edhe thotë shiko ato orarin tënd, pastaj. U I themu që është biznes, ose po. Kështu që mendoj që është kene. Po të lexoni më shumë ne dhe ata do lexonin më shumë. Sa vjeç ke qenë kur e ke bërë Alana? 20 vjeç. Do kishe pasur dëshirë ta kishe bërë shumë kohë më përpara, apo mendon që ka ardhur momentin e duhur për ty? Shiko, fizikisht mendoj që më shpejt më mirë. Patjetër që ke më shumë fuqi. Po emocionalisht ishte momenti I dur. Unë isha pjekur emocionalisht që të mos lejoja në asnjë mënyrë që të shikoja punët e mia. Do të që ke vështirë sepse është jeta jote e re, do t'i shijosh të gjitha, ndërkohë që do t'u thosh, ndërkohë që s'di ku ta lësh. Tani unë e di që ajo është një prej arsyeve të forta të ekzistencës, edhe jam e qartë edhe emocionalisht. Ndonjëherë bëj gabime, po unë jam e qartë edhe për gabimet që bëj. Domethënë mosha ka bërë gjën e dur. Nuk është diçka që e këshilloj, sepse realisht them që fizikisht duhet bërë më herët. Po, është patjetër më herët. Për të zgjuar natën e gjithë të tjera. Patjetër, sepse lodhjet pastaj shoqëruese janë, tani qeshim ndonjëherë sepse themi që duhet të vrapojmë të dyja, po I them unë
Prit, ku të vrapojnë? Ke dashur ti të bësh një të tjerë pastaj? Jam përpjekur, nuk kam bërë dot. Është një bisedë që e bëj me gocën dhe e flasim të dyja edhe i them që shiko, unë kam dashur të kem fëmijë të tjerë, i them po thellë, unë kam dashur gjithmonë një vajzë dhe ty. Thellë, do unë doja gjithmonë një vajzë. Pastaj çfarë do që të vinte tjetër e mirë se ardhur, po unë doja një vajzë. E kujtoj gjithmonë momentin që Dritani më atë analizën, se duke qenë se unë isha 40 vjeç, duhet dinim ai ishte fëmia mirë, bëj një analizë në atë kohë. Tani është thjesht, po atëherë duhet ta bëje jashtë dhe mbasi erdhi përgjigja Dritani. Në mend thoshte e mirë, tha është vajzë, po te ndija ajo që do doja djalë. Vajzë, thash unë, po e dija. Po pse ke dashur ti vajzë? Doja një vajzë, gjithmonë kam dashur një vajzë. Edhe kur e uroj Alanën, i them një ditë, kur të bësh një vajzë. Edhe unë kam dashur gjithmonë një vajzë, shumë. Bekova shumë kohë mrapa, po unë e di pse kam dashur një vajzë. Unë kam dashur një vajzë që shpresoja të më donte të paktën sa gjysma e asaj që unë kam dashur mamin tim, se unë e kam dashur dhe e dua shumë fare. Se kam pas gjithmonë vëmendjen e saj, sa është shumë e zënë me punë dhe me të gjitha, edhe po unë e doja shumë, thosha, më imagjino të kem edhe unë një vajzë që të më dojë dhe mua aq sa kam dashur unë mamin. Po ti si ke patur marrëdhënie me mamin? Plas kur ishin fëmijë, e pastaj edhe më vonë. Mami im është njeriu që më bëri gjëra që unë s'ja bëj dot si me bie, sepse dhe nuk e di se si i bëri ajo, po grua e madhe duhet këtë qenë, që e bëri, më dha lirin. Lirin nuk ta jep dot prindi, se ke frikra, jetë gjithë frikra. Merre mend fëmia i parë i familjes, ajo më dha liri. Më oqi 14 vjeç, më çoi në shkollë nga Vlora, më çoi në Tiranë, vetëm. Pa më mësuar gjithkohës deri 14 vjeç, Rudina mos puno, Rudina mos lej rroba, Rudina mos bëj asgjë, Rudina vetëm lexo. Jeta më pas ka mundime. Dhe pastaj beva s'modhi në rrugë, në kuptimin dilja tani. Do thënë një liri e jashtëzakonshme, nuk e di se si e ka bërë, se di. Unë e dola, unë jam bërë vetëm sepse ajo më nxori nga shtëpia. Dhe nuk e di si bëhet kjo gjë. S'po kuptoj, apo e thua si gjë të keq apo të mirë? Si gjë të mirë. Si gjë të mirë. Unë se bëj dot. Ajo e bëri nga mirësia, pra ajo e bëri duke e ditur që kjo gjë do të bënte mirë, apo prindet tanë nuk kanë ditur se çka kanë bërë, thjesht kanë menduar që kanë bërë më të mirë. E bukur kjo. E di këtë gjë, po mendoj që mami im nuk e donte Vlorën, edhe donte më ishte nga Vlora. Edhe kohë më parë kohë më pas kur flisnim thoshte parë të isha në Vlorë edhe të martosha me një nga Vlora. Do të thonë po babën nga Vlora e kam, pse duhet më fol kaq keq. Ajo donte të më hiqte, ishte një ambient i mbytur dhe i mbyllur për të dhe ajo pastaj ka qenë si kumbar për gjëra dhe kur unë do kthehesha, se unë mbarava shkollën do kthehesha, se çdo bëja në Tiranë, mbaj mend që ajo morin telefonin, mami tha, shoh që është një konkurs te Gazeta Aleanca. Çfarë Gazeta Aleanca? Nuk e di, tha, ka një konkurs atje, shko, konkuro. Dhe unë shkoj, nuk e di fare ç'bëj, edhe shkoj me një vajzë në Rejda, më vjen shumë bukuroshe. Edhe me një djalë, se kërëll dashi, unë futëm 3 në një konkurs, thashun këta do fitojnë, unë nuk e di, isha shumë e uaj, fituam të 3. Por ama unë nuk futa në media përfundimisht, pastaj u futa me rogë, si me thonë dhe ngjilan Tiranë, se ti duhet kërë një rogë që të rinë Tiranë, se ku do rije, ç'do bëj. Kështu që kjo ishte drejtimi, mami s'donte të më kthente më pas. Ka qenë ashpër? Jo, ka qenë e butë. Jo, shumë e butë. Ka qenë e butë. Shumë e butë, më të ishte me ashpër, s'doja dilte të më binte, se unë isha fëmijë kokë fort, fëmijë shumë kokë fort, i tmerrshëm. Ndërsa ajo ishte e butë, e ëmbël edhe vazhdon të jetë. Edhe tani që flasim, mami është e smur edhe madje kur erdhi këta të urgjencës, sa çuni e bukur qeke, po të qeke si sa i bukur qeke. Do të vazhdon. A ke qenë ashpër me ta? Me mamin, po. Unë jam ashpër me mamin, nuk e di pse. Dhe sari tash sa kuptoj. Do të flas me ty me ëmbëlsi, me atë sari dot. Pse? Nuk e kam arritur ta kuptoj këtë mungesën e lidhjes, që besoj u krijua nga largimi nga familja. Unë nuk doja të ikja nga familja. Unë nuk doja të ikja nga shtëpia. Do thënë unë doja shtëpinë. Unë e dua akoma, unë jam shumë i lidhur me shtëpinë. Ky vend i mrekullueshëm që keti këtu, këtë më bëri të mendoj që do të kisha një shtëpi të tillë të rija gjithë ditën. Unë e dua shtëpinë, unë dua familjen, unë dua të ri këtu dhe kam ecur gjithmonë në drejtimin të kundërt, po unë këtë kam dashur. Këtu kam dashur të ri, nuk dua hapësira të mëdha, hapësirat e vogla, me film në darkë, me lexime, me njerëz që të tregojnë që të duan dhe të mbështesin. Por duke qenë se më kanë hedhur në rrugë, si më thënë 14 vjeç, më është dashur të mbijetoj dhe të jem e fortë, ambicioze, e zonja, dhe të bëj gjëra të cilat se kisha menduar që do t'i bëja. Por, okay, i bëra. Po sot je ashpër me të? Apo jo?
Nuk kam një raport që ka i me motor. I me motor kur e merr mami shpirt, gjanë, zemër dhe këtë po flisnim tani madje se ajo do shumë. Na do shumë të trejave, nuk e thot kë, po motrën me atë ëmbëlsirë me këtë. Edhe mua më thot, ti mos i halla jote ti. I bën të gjitha, po nuk thua fjalën e mirë. Kam një mungesë komunikimi që mund të isha dhe mund të kisha thënë që ti më bëre ajo që jam. Nuk ja them dot përballë. Po gjithsesi i kam dhënë shumë krenari si me mëja dhe kjo më pëlqen. Dhe tani kur e shikoj që rishikon ato fotografitë tona kështu, ka krenari. Kjo është gjë e madhe dhe e rëndësishme, mendoj. Përveç lumturisë, krenaria që t'jep fëmia është shumë e rëndësishme. Mendoj që ne tre e bëm krenare. Kujton tani gjërat bukura nga e kaluara me ju, me ty, apo jo? Mami im është me demencë. Është një lloj demence fluturake që vjen dhe ikën. Nuk ri gjithmonë aty. Përposë kësaj që demenca nuk është Alzheimer, janë të ndryshme, unë di shumë për to, mund të flas pafund. Dhe mami nuk ka një hares që të ma haroj. Ajo ka një hares, më tepër hares për nevojat e mia, po jo hares për mua. Për shembull, para 2 ditësh më tha ti si je? Dhe unë fillova qaja, se tash më në fund, mas 13 vjetësh më pyeti si je. Në fakt ajo s'pyet më si jam. Ajo do të di vetëm si është ajo, dhe kjo është një mundim i madh. I thash, nuk jam mirë, kam këtë problem, kam këtë, po se s'ke mama, tha, që të pyesi si je, prandaj, se ne të gjithë duam që të na pyesin, po kush na e ka ngjen? Goca ka probleme, burri ka gjithmonë probleme, vetëm nëna mund të pyesi, po përvetroj një nënë me demencë që nuk të pyet dot, sa e vështirë është jeta për ty. Kështu që kur ajo pyeti si je, unë mora urgjencë për të 4 që ajo të rinë të rjetë, edhe pse është shumë e vështirë që për çdo njeri do ishte dorë, do thoshte që do jetën. Një njeri që haron, po unë do doja që të ishte sikur edhe për atë moment që ajo kujtohet përsëri dhe të pyet si je. Dhe okay. Jeton edhe është, po është e vështirë, është shumë e vështirë jeta me njeri që haron, jo sepse ti do që ajo të di, ndonjëherë qeshim, se unë them, unë gatuaj për mamin që se mban mend se ka gatuar edhe merrem mend. Askush s'po thot dot që gatuaj mirë. Por Lucian frikrat. Është një frikë e madhe edhe e lodhjes se ti jep një njeri smur, po edhe frika për vete, sepse thua, a është e trashëgueshme, a do më shoqëroj. Dhe para ca kohë isha mandje bëra një kontroll dhe qeshëm me mjeku ishte i huaj dhe më tha që e para është ky është një kontroll që duhet bërë në gjuhën tënde, sepse ti mund mos e dish një fjalë gjuhë tuaj dhe pastaj mendon që je me demencë. E para, e dyta tha, më beso mua, mos ki frikë, jeto. Në qoftë se do vi dhe ti nuk e çfarë bën, po ti jeto, tha, bëj meditim, duaj jetën, shkon teatr, gëzo, duaj ki motiv dhe ti je gazetare, tha, ti e do ti jesh jon punën tënde, jeto, tha. Kur këto të marrin të gjitha, me demencë apo pa demencë, çrëmsi ka. Kam lexuar para ca kohësh, Simone Cristiki, një këngëtar italian, tregonte për smundjen e nënës, edhe kishte përshkruar shumë bukur, po e kishte romantizuar pak. Një gjendje që për familjarët nuk është gjithmonë e thjeshtë. Jo, shumë e rëndë, sidomos në kudo është e rëndë, mendoj, nuk mendoj sidomos, në themi për shembull, në Shqipëri është e vështirë sepse s'ka punojë sociale, ata nuk e kuptojnë. Do të thënë, unë mund të bëj një libër të tërë duke treguar për gratë që kanë ndihmuar mua dhe motrat e mia me mamin. Është një padjenie totale. Ato nuk e dinë me kë komunikojnë, por parafituron që është në një azil. Për shembull, para disa kohë është treguar për një azil në Kosovë, në Pelj, që qelluan një grua dhe unë vetëm qaja, se mendoja që e njëjta gjë mund ndodhte me mamin tim, sepse mami im nuk është një njerëz që nuk kupton. Mami im kupton, mami im është e qartë. Madje kupton ai shumë sa edhe të provokon ty që të ngacmoj dhe ty të ngrihen nervat edhe thua drejtë mori mjaft. Po njëri që se një kush e di sa ke të ndjej. Sepse janë lloje të ndryshme demencash, lloje të ndryshme stad të ndryshme areste, janë shumë të ndryshme, por ti si e zonja vet. Para disa kohësh mami im do të eci nga liçeni, ka i pëlqen shumë të eci nga liçeni dhe sa herë marrim në një grua e thot, po ti nuk ecën dot, ke pamundur. Dhe ne që themi po do mësoj, do eci. Kështu që është një sëmundje që nuk është fare romantike, është shumë prozaike, është shumë e rëndë, por duhet të mësohesh. E para, të mos kesh turp. Sepse turpi është një gjë që të bllokon. Turpi e burgos të sëmurin. Për turp
unë do e kisha mbyllur mamin tim brenda që të mos dilte nga liçeni. Po mami im do vdiste po të mos dilte nga liçeni. Dhe një herë nga liçeni e gjeti një kolege, një gazetare, një gocë e re ose madhe, nuk e di pse e bën, dhe intervistuan. Dhe ajo tha nga ato gjërat që thot njëri me demencë, dhe ata i nxorën. Thash sa turp. Ata ajo tha, unë jam nëna e Rudina Xhungës. Dhe ata u nxorën dhe e bën pikërisht për këtë gjë. Po kjo është shumë e rëndë. Dhe pastaj po më thoshin që okej, mami s'duhet të dali. Po si ta vras mamin unë tim, që ata të mos tallen në mua, le të tallen, nuk ka asnjë problem. Kështu që ajo ka nevojë të dali, të dali. Ajo mund të humbasi dhe ne mundohemi që ta shoqërojmë me i vëm. Edhe ka humbur, edhe kam gjetur. Më thënë ka nga të gjitha, është një vujtje pafund, e cila të lop, të mërzit, të shuan. Po duhet është dëna jote. Është njëri ujtë, ti ke nevoja jo të pyesi kur kthjellohet, si e ti. Po ti jenën e mirë? Unë përpiqem të jem një nënë e mirë, nuk ka asnjëherë, nuk e di, a bëj më të mirën unë. Përpiqem, ndonjëherë gjej veten në gabim, ndonjëherë mundohem, nuk ka receta, do të mundohem, nuk mjafton dashuria. Asnjëherë ti je nënë e mirë, nuk mjafton dashuria, as koha që i jep. Më thënë janë sa gjëra të tjera. Sa nënë e mirë mund do duket tek Alana, ko më pas, tani nuk kuptohet. Tani mund të them çfarë dua, po kjo do duket tek vajza ime, ko më pas. Tani do bëjmë ca lojra, për dal pak edhe nga kjo. Do dalë në tjetër? Jo, do dalë për dal pak edhe nga gjendja melankolike që unë hysa herë që flas me ty për maman tënde dhe në fund fare shpresoj realisht që ti të shkruash, se shkruan shumë bukur dhe të shkruash edhe për këtë marrëdhënie, se është një nga marrëdhëniet më të forta, nuk besoj që ka marrëdhënie më të fortë se me nënën. Jo, ajo është marrëdhënia më e fortë, sidomos një herë për shembull kur mami e kishte, unë nuk e pranoja, domethënë ajo unë mora shumë inat mamin që u smur. Shumë inat, jashtë zakonisht inat, nuk mund të së murej. Unë kisha nevojë për të, ajo ishte një grua, mami im është shumë e bukur. Më thënë, unë nuk i kam ngjarë, ne nuk i kemi ngjarë. Mamaja jonë jashtë zakonisht e bukur, një mrekulli, nuk e di se si mund të ndodhe me të, por ndodhi. Do supozojmë fillimisht do më thot pati me këto lojra, që pati këto lojra. Po pra, me të trëmbur ishte mirë, se diçka me kapi syri. Befas ti je drejtoresh e një televizionit të fuqishëm dhe që ka shumë mundësi edhe për të patur kë mund të marrë në staf. Dhe ti do ndërtosh të televizion nga fillimi. Në YouTube apo jo, nuk ka shumë rëndësi. Dhe do zgjedhësh të japësh me shumë buxhet. Dhe do zgjedhësh të japësh programet. Je, po them edhe njëherë, drejtoresha e televizionit, CEO e televizionit. Ke një program politik. Kujt do t'ja japësh? Fevziu. Mes Fevziu dhe Grida Dumës. Fevziu. Okej. Ke një tjetër program politik dhe ke dy opsione të tjera. Ylli Rakipi dhe Çimteka? Yllit. Programi pasdites. Rudinës. Talk show, entertainment, zbavitje, Dudushi apo Çani? Çani. Dudushin e kemi tonin, po Çani krijon akoma. Nuk e di, akoma po krijon. Çani. Ardit Gjebrea apo Adi Krasta? Varet, Krasta për politik, Gjebrea për... A Krasta për politik mendon? Po i shkon. I shkon? Po i shkon. I shkon, të qenit. Mua më mungon Krasta në spektakël. S'ka më spektakël. Në bajura spektaklin në farë mënyra. Tani është spektaklizuar çdo gjë. Po, është spektakël politika. Bjetus të dy. Po, Salsano apo Gollakaj? Herën e fundit se kam qesh në Salsanon edhe shiko, Gollakaj sikur na ka shoqëruar në vite, kam një ndjesi shoqëruese. Ngonit, prap. Ngonit, okej. E jeni sigurisht. Patjetër. Pse çfarë do thosha Kolina? Koli nuk ka pëlqyer asnjëherë. Asnjëherë? Jo. As si individ dhe as si figurë televizive? Tani, se kështu jam personazhe, dy në mënyrën e vet, po enin të si. Okej. Sonila po Batoni. Po edhe në këtë rast, shiko ka një gjë. Sonila është personazh, Batoni është
është komplementar, si me thënë, nuk do... Po do duhet të marrësh, shiko, buxhet ke për të marrë njërin. Cilën do marrësh ti në televizion, si për njërin ke buxhet? Ma televizive është Sonila, nuk ka Sonila. televizive, pa tjetër. Batoni është për mënd. Ja, problemi, ka miq të dy. E di që ka miq të dy. Po çfarë do bëni? Po, analist. Analist të dy, janë shumë të mirë të dy. Po, mund ta drejtonte Bushati, ti ishte Mero, ti ishin bashkë, domethënë. Nuk e ndaj, janë shumë të mirë, kanë penë fantastike, janë dy njerëzit më të rëndësishëm të medias shqiptare, pas një dyshim. Mero Baset e Andi Bushati. Për mua po, janë nga më ndikusit, janë më të besueshmit, janë të fortë shumë. Kemi edhe një lojë tjetër, më jepni edhe pulsantet, ju lutem. Tani kjo është një lojë që e bën Ellen dhe që mua më pëlqen shumë. Loja është e tillë. Duhet plotësosh fjalit që unë do nis brenda 3 sekondash. Kur unë të shtyp butonin, duhet ta thuash patjetër përgjigjen përpara se ta shtyp butonin. Okej? Kaq është koha. Okej? Unë ta shtypësh edhe ti po deshe. Pra, për shembull, pyetja e para është: ndihem shumë e bukur kur? Okej? Pra, po e them unë. Ndihem shumë e bukur kur dal në TV. Kuptoj, po. Okej? Atëherë, do doja shumë më të fiksohesha nga Qend. Okej. Diçka me të cilën jam fiksuar shumë të kohët e fundit është Qend. diçka që unë e urrej, po ndërkohë që të gjithë të tjerët duket se e duan. Showbizi. Diçka për cilën jam penduar kohët e fundit është Që bëra në kanal televiziv. gazetarja ime e preferuar është Më pëlqen shumë vetja. gënjeshtra e fundit që kam thënë. Që më pëlqen shumë vetja. Një mashkull shqiptar i lezetshëm, shumë i mirë për të parë është Jam shoq. pjesa e preferuar e trupit të tij është Trupi ti. Rodina. Trupi. Pjesa e preferuar e trupit tim është e tëndet, pra. Këmbët. Okej. Emisioni im i preferuar për të parë në ekran është në televizion? Nuk shoh televizion, fare. Shë vërtet. Fare, s'më beson njëri as filma, ama nuk shoh. Edhe se kisha Netflixin, është shumë e fiksuar, tani hoqa edhe atë, se më bezdis. Pse? Filma të tmerrshëm. Edhe madje e kam kap veten duke parë një film, i cili ishte i tmerrshëm fare, por unë qeshja më të madhe, sepse ishte një film italian komedi. Nuk më ndjell televizion. Nuk të ndjell televizion? Jo, nuk më ndjell fare. Problem, nuk e di kush ma ka krijuar këtë alergji. Uroj që ta kaloj se kemi nevojë edhe për televizion, po unë nuk e pëlqej televizionin dhe nuk kam në televizor. Nuk e edhe pse bën televizion, ti nuk shikon televizion. Jo, në scroll jam tërkohës në YouTube. Po, YouTube është gjithkohë celular, unë kam celular. Ke celular, po nuk ke televizor në shtëpi. Televizor, ja. Po nuk të mungon ty televizorin në shtëpi, të mbledhesh familjen, të shohësh një gjë në darkë, pra ju nuk e ndisni televizorin në shtëpi? Ç'a ndodh? Nëse të dim fare që na ishte prishur njërë. Vone mora në vesh që nuk ishte vën priza diçka e tillë. E shohim se cili ka ato programet e veta, Dritani ca filma fantashens do na ndihmoj kur të çmendet bota, se i ka parë të gjitha. Alana një serial familjar, nuk e di, që unë shikoj me të herë pas here dhe bashkë shikojmë në një film, po tani dhe ajo më nuk e do. Televizorin. Ja, televizorin, jo. Diçka ndodhi, nuk e di, s'di ta shpjegoj dhe unë. Për shembull, edhe në zyrë që e kisha, se shikoja lajmin e fundit, tash ma hiqnin të vëjnë pikturë këto, sepse ka më mirë për dekor kur flas, nësa televizor s'të frymëzon. As për dekor, as për sfond, jo. Nëse ty të vjen sot një ofertë nga një nga dy televizionet më të rëndësishëm në vend për të bërë programin politik të televizionit, a do më vinte, a do pranoja? Mendoj që koha ime në televizion ka mbaruar. Unë ka mbaruar koha ime në televizion dhe unë kam fatin që nuk vajtoj mbi këtë fakt, por jam rikthyer të krijoj kohën time në YouTube. Po pse mendoj që ka mbaruar? Ishte një kohë tjetër, ishte një kohë tjetër realisht, ishte një kohë e debati, e të ftuarve serioz, nuk ishte të tilla, nuk ishte showbiz dhe spektakël në ekran. Bëshin emisione të forta dhe të ndryshme, të cilat nuk është se sollën një botë më të mirë, kështu që dhe këto që po bëhen shumë mirë janë.
Rodinë, të falenderoj shumë që erdhe, u kënaqja me ty, edhe gëzohem që të shoh mirë, edhe që të shoh në paqe, edhe me vështirësitë që ti sjell jeta, ti arrin gjithsesi të notosh në paqe. Dikur, fillimet tona me Dritanin, ishim në Korinth, dhe ishte kanali madh, duke parë ishte një rose vogël atje në fund. Qithaj kanal, o Zot, unë duke pa do mbytet. Tha Dritani, diti si më duket ajo rosa si ti, se si i merr gjërat kështu. E vërtet. Eci. Dhe na ka ngelur rosa e Korinthit. Po ka një gjë do të kishe dashur ta ndryshoje në jetën tënde, shumë fort fare? Më shumë për të pasur veten të shkruaja. Edhe pse ndonjëherë mendoj që unë e pëlqej dhe shijoj të shkruarin, unë jam njëri tjetër, por diçka është duke ndodhur në atë moment dhe unë duhet ta bëj. Për shembull, ti tani duhet të heqësh peshkun se po digjet. Ja, kështu ndodh edhe kjo unë. Duhet të heq peshkun se po digjet. Ke një gjë për të bërë përpara se sa, ke diçka tjetër prioritet përpara se. Po unë jam shumë e sigurt. Shpresoj që të lexoj sa më shpejt një libër nga ti. Të erdhi dhe peshku. Ky është ai që na lë pastaj. Ç'kemi bërë? Të kthehemi, sa bukur. Tani vetëm një gjë nuk e kuptova. Pse i zjeve ti patatet përpara se Sepse patatet kanë kohë pjekje, zjerje në këtë rast të ndryshme nga peshku, që do me thënë, patatet rrezikojnë të mbeten të pabëra nëse i fusim në të njëjtën kohë me peshkun. I zjejmë 5 minuta në ujë të valuar që të bëhen krokante nga jashtë dhe të buta nga brenda dhe ta kishte sjellën në një pjatë për unë do ishte shumë mirë që edhe ti kishe provuar këto patatet. Rozmarina, koka shiotja, unë po vazhdoj, më pëlqen kjo pjesa këtij, pastaj ke bishti. Normal, bishti. Hajde na ta provoj çik Rodina peshkun tim, të çoj ato sot. Është më i mirë peshku Dritanit apo i imi? Ja, ta shohim. Se Dritani dhe peshkon? Vërtet? Jo vetëm e gatuan peshkun. Vërtet? Po. E lapshë dashur. A zjeni shumë e Dritanin, Rodina? Si? A zjeni shumë e Dritanin? Unë si? Që shkema atë punë si jemi? Cili është sekreti një martese të lumtur, Rodina Xhunga? Sa vite keni të martuar? Tani mbushim 14 mbushim tani. Cili është sekreti një martese të lumtur? Zihesh. Zihesh? Të mos ndalosh së zëni. Po, unë nuk jam për këto sekretet, 14 vjeç nuk do në një sekret ma, puna është kesh 60, 70, ku dëgjon ç'bëhet. Në rastin tim s'quhet në një sekret. Po prindrit mendojnë që kanë pas një martesë të lumtur? Jo. Ja. Më falë edhe një pyetje, se kam shumë pyetje për gatimin tim të ardhshëm. Këto ishin bajame që i le brenda të piqeshin? Po. Bajame, ndërsa këtu ishte ulliri. Shiko, këto bajamet bëhen shumë të mira me lëngun që lëshon peshku. Dhe e provosh tani. Të gjitha perimet. Dhe unë vend filloj me peshkun, vetë filloj me bajamet. Me bajamet, si të duken. Me paparja, jam prit filloj me aroma që mrekullie. Po vetëm që është pjekur sa ç'duhet, ë? A është pjekur sa ç'duhet? Se kemi tharë. Ka dalë shumë mirë. Ka dalë super. Çfarë gjelle kam bërë, çfarë tave kam bërë sot. E di çfarë ka të bëjë? Kripa që hodhe ti. Ajo është, sa po e thash, çfarë kam bërë sot. Jam e papar, bëj dhe ta peshku. Nga bëft mirë. E kemi qamë vërtet. Ky emision u mundësua nga Vodafone, Ujë Qafshtama, Konad Albania, Gjotto Karni, Obu Store,